Përshëndetje Ilir, zyrtarisht jemi në ditën e 18 të protestës së qytetarëve në Tiranë. Ashtu siç ti e theksove, kjo protestë ndryshe nga 17 ditët e tjera që ka nisur në orën 18, sot nis në orën 19 sipas organizatorëve. Kjo për shkak të rritjes së temperaturave, por dhe për shkak të angazhimeve të përditshme që kanë qytetarët dhe për t'u përshtatur angazhimeve në përditshmërinë e tyre. Nuk dihet ende nëse kemi një skenar të ditës së sotme, nëse protestuesit do të marshojnë në rrugë të ndryshme të kryeqytetit, apo do të vijojnë si zakonisht, fjalimet e tyre në sheshin Skënderbej dhe më pas do të përshëndrohen në rrugë kryesore, apo do të vijojnë në rrugë të tjera. Ajo çfarë dihet është se organizatorët kanë paralajmëruar që tubimi të jetë i grumbulluar, do të thënë që të gjithë protestuesit mos ndahen në grupe të caktuara, por të jenë një grup i vetëm i cili do të marshojë në rrugët kryesore. Gjithashtu bëhet me dije se policia e Tiranës sot ka dalë me një njoftim ku ka njoftuar se ka proceduar penalisht 16 shtetas, të cilët dyshohet se kanë prishur qetësinë dhe e rendit publik. Ndërkohë ata janë drejtuar për te sheshi Skënderbej, ku është fanzona e dedikuar për mbajtjen e aktiviteteve sportive, duke i bërë thirrje të gjithë sportdashësve të bashkohen në këtë protestë. Ndërkohë në sheshin Skënderbej ka nisur të vinë qytetarët e parë në pritje për t'u bashkuar dhe qytetarët të tjerë dhe për të nisur zyrtarisht të protestë, siç e theksova, që nis në orën 19 për të vijuar më pas drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe më pas drejt kryeministrisë, ku do të mbahen fjalimet të caktuara, të cilat supozohen që do të jenë për rreth 2 orë dhe më pas do të nisi marshimi në rrugët e kryeqytetit, në rrugë të cilat ende janë të paqarta për ditën e sotme. Gjithsesi në një lidhje të dytë ne do t'ju qartësojmë më shumë dhe do t'ju japim informacionet të cilat bulojmë duke pyetur dhe organizatorët e kësaj proteste. Padilla, faleminderit. Uroj punë mbar.